Ferdinand Dervishaj, gazetar kronike me shumë vite eksperiencë, koleg prej vitesh, pjesëmarrës në protestë që për ditës së parë besoj. Fridi, në fakt i ke qenë një zë shumë kritik, edhe gjithmonë unë të kam dëgjuar me këshëri kur ke denoncuar raste të cilat e kanë vënë opozita, jo vetëm qeverisjen, po edhe grupet kriminale, kartelet e tjera. Duket se faktet janë. Spaku i ka dosjet. Protesta thjesht i ka vënë zjarrin, mendojnë që do ketë një bashkëpunim mes këtyre tre gjërave për ta rrëzuar më në fund. Unë besoj se baza e asaj forcës më të madhe e ka protesta aktualisht. Unë nuk kam ndonjë shpresë se do bëj spaku ndonjë lëvizje i njëhet me Deus ex machina, do përmbys dynjan. Nuk e besoj te spaku sepse unë e kam thënë dhe publikisht që unë nuk i besoj këtij spaku. Nuk më ka dhënë ky spak me këtë drejtues të tretë, nuk më ka dhënë asnjë shenjë, përkundrazi, që do jetë në nivelin e spakut që drejtonte Altin Domani. Dhe nuk kam shumë shpresë nga spaku. Spaku aktual unë e shoh si një strukturë që mund të lëviz ose për inat shqiptarësh, ose për urdhër politik, ose për çukitje koke nga Shtetet Bashkuara, po nuk e shoh te vetveprimi. Te vetveprimi ishte në kohën e Altin Domanit dhe këtë smalbis. Pra, nëse do flasim gjatë, do të argumentoja sepse po flasim për formë. Atëherë, ti mendon që protestat të tilla të cilat janë, po shikojnë shpesh në Ballkan, duke marrë dhe rastin e Serbisë, do t'i japin fund apo do ta çojnë Ramën drejt dorëheqjes? Mendon që Rama do dorëheqë? Nuk di të parashikoj gjë për këtë pjesë. Po kujtoj veten time që kur ky fitoi para se të fitonte mandatin e 4, kujtoj veten time që si njohës i gjërave e thash publikisht, s'dua të marr asnjë merit, s'dua të them që unë parashikoj, thash edhe 4 vjet, ky njeriu është në YouTube, në 2-3 vende e kam thënë, edhe 4 vjet të tjera për shtet, do të ndaj Shqipërinë copa, duke ia falur krimit organizuar, oligarkëve, miqve të vet, Parti Socialiste e tjerë, dhe opozitës. Opozitën e kanë në kontroll. Pikërisht me këto, me lloka, me copa të Shqipërisë. Kështu që unë e shoh Edi Ramën si një njeri, një diktator të stilit të post-demokracisë, i cili tani është i lidhur me 100 fije me krimin organizuar, me oligarkët, është në lidhje biznesi kriminal me ta, dhe nuk është e lehtë që ai të dorëhiqet, sepse nuk e lën të dorëhiqet. Sepse e marrin telefon ose i çojnë mesazhe, ne na ke lënë në mes këtë investim, na ke lënë në mes këtë aferë, këtë punë, dhe ke marrë për sipër, dhe ti nuk mund ta lësh dot në mes. Plus problemeve që ka pastaj me mendjen e vet, me delirin e vet, e tjera. Edi Rama sot dhe një ditë më parë ka deklaruar që vetëm në vitin 2030 do të jap dorëheqjen, pasi ta antarësoj Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Por, Fredi, Bashkimi Evropian nisë do të jetë thunëshesh, ato më kanë deklaruar disa eurodeputet. Ai kanë lëshuar Bashkimi Evropian, Shtetet Bashkuara dhe shumë vende të tjera të fuqishme, siç janë Gjermania, Anglia, kreun shqiptar të qeverisjes. Po deri tani është përpjekur të shfaqet me kostumin e një njeriu ndryshe, të futet mes liderëve të botës si barabart, pavarësisht atletëve të bardha, e tjera, e kemi pas pak në tradit në këtë pjesë, që të blijem në sytë, të huajt, e kemi pak në gjak, në shtyn gjaku. Kujtoja Lipash te Pelenën që kur i vinin këto vizitorët e huaj,
mundoi të tregoj barabartë edhe pse ishte një copë ignoranti. Enver Hoxha po ashtu. Kështu që nuk më habit ajo si e shtym këtë gjë. Por ajo që më ka bërë përshtypje është që ai me këtë lloj mënyre sjellje, duke thënë që un kam numrin e telefonit tyre, që un ulem me ta si barabartë etj, ai i thoshte u ishte popullit të vet një hisyve për të mbretëruar dhe ca më tepër dhe për të thënë që shiko, unë jam ky që i bëj të gjitha etj. Janë të gjitha argumente boshe dhe të gjitha argumente idiote. Pra, ai nuk është se ndërtoi një Shqipëri me një ekonomi të rregullt të ndershme, me një rritje ekonomike të ndershme, me këtë bumin ndërtimor në mënyrë të ndershme etj. Edhe të krekosej, siç ai krekosej para të huajve. Nuk bëri këtë. Ai ishte një breg grisur me makiazh. Kaq. Dhe kjo është dhe figura e Shqipërisë që ai ndërtoi. Shqipëria është një femër e bukur, me një makiazh të bukur, po mbrapa e ka bregët e grisura dhe me fekale. Kjo është Shqipëria që ndërtoi Edi Rama.